Në vijen ujor të kufirit Kosovë-Shqipëri, peisazhi ka ndryshuar ndjeshëm. Liçeni i Vërmicës, diku një destinacion turistik, sot është shndruar në një shesh të gjelbër ku kullosin bagtit. Rënja e nivelit të ujit ka zbuluar relikte të së kaluarës, duke zbuluar kujtime të mbytura prej dekadash. Gur, kufiri, rrugë të harruara dhe ndërtesa të vogla. Ata po kthehen në një atraksion të ri turistik që përkujton një kohë të vështirë ndarjesh, por edhe të takimeve të fshehta mes fisëve dhe njerëzve të lidhur nga gjaku, tregojnë banorët. Situata aktuale që janë dhe këto vitet e fundit po tregojnë që është sasi jashtëzakonisht e madhe dhe edhe po vret edhe vetë liçeni, domethënë që është shkier për fat të keq. Edhe na po e vrem se këtu përpara ka qenë edhe tokë bujqësore, po me largimin e banorëve këtu kjo është përmbyt, domethënë nuk ka shfrytëzohet. Edhe normalisht që edhe po e shohim edhe nga biznesi këtu edhe që jemi, na po i pyesim edhe ka reflektime edhe kur përveç si ambient edhe si klimë liçeni që jep ato, edhe si pasuri, si flore, faun që ndërlidhet me ta, po edhe në biznes që shohim që ta pronarët e bizneseve ankohen, domethënë edhe thasijave i ka krijuar një lloj krize, një lloj vështirësie. Unë kam edhe ndoshta edhe përmes televizionit që u jep edhe një lloj reagimi, domethënë edhe zakonisht në pranverë ku po janë ato rreshtet pak më të mëdha, është jashtëzakonisht i ndotun, është edhe një problem edhe ambiental për fat keq. Unë po them është edhe një apel që institucionet duhet në këtë drejtim me punu më shumë që mos marrë ky degradim, kjo ndotje e ambientit. Për ne që kemi jetuar në brezin kufitar, ka nostalgji, po themi edhe për të mirë edhe për të keq, sepse kemi kalu situata të ndryshme. Po, ka nostalgji. Kur mbushet liçeni ajo përmbytet. Kur bie liçeni ajo del në sipërfaqe, s'po di cila është ma shumë. Po, kur bie nivele, normal, mund t'jetë atraksion edhe ajo mu shfrytëzohet. Edhe në anën tjetër të kufirit ujor, liçeni i Fierzës po shënon shifra alarmante me 13 metra larg pikës së vdekjes. Sipas të dhënave, niveli aktual i ujit është 257 metra, nivel ky regjistruar 3 vite më parë. Pika optimale është 271 metra dhe ajo minimale 244 metra. Diferenca nuk është thjesht statistik, ajo nënkupton brigje të thata dhe mungesë të ujit.